sërish bashkë si çdo të shtunë me Seluan Topi. Dua t'i përshëndes zonjat e mrekullueshme që kam në publik, ju përshëndes edhe juve që na ndiqni, shumë besnik nëpërmjet ekranit të Top Channel. Dua ta nis duke ju prezantuar më njëherë të ftuarin e parë. Dikur ishte një djalë me ëndra të mëdha që këndonte kur ishte i vogël, këndonte rrugës ndërsa kthehej nga shkolla dhe kështu në fakt që le të themi momenti i parë që u pikas edhe u ftua të merrte pjesë në një festival fëmijësh. Që nga ai moment kanë kaluar shumë vite dhe ai djali i vogël ka prekur skena të mëdha dhe shumë prestigjioze, mes të cilave natyrisht edhe Top Fest, Dancing with the Stars, provoi madje edhe aventurën e Big Brother VIP që padyshim e bëri edhe më të njohur dhe më të famshëm përpara publikut shqiptar. Por mes suksesit edhe famës, ai është një djalë i ndjeshëm, ka patur momente të vështira, sfida, përballje, për të cilat uroj që të na hap zemrën sot në program. Mirëprisni, Ardit Çuni. Në Shqipëri duhet thënë. Knajsi për ne në ratë të parë se me zor kapesh këto kohët e fundit, ë? Po dhe kemi je sa në një vend sa në një shtet në tjetër. Kemi dhe shumë kohë që e flasim, por po, kishim diskutuar në fakt këtë intervistë prej muajsh. Shiko, një ngacmim të vogël doja të bëja referuar paksa edhe bashkëpunimit. Varet sa i vogël. Për momentin është i vogël, pastaj do jetë shumë më i madh. Referuar bashkëpunimit që ke sjell me Samantha Karavellën vetëm pak ditë më parë. Ka ndonjë person që ti ende e do? Se kështu thot kënga. Ende të dua. Fatkeqësisht po. Ka. Një person që të ka thyer zemrën? Po besoj teksti flet vet, kështu që pas kemi shumë për të folur. Të ftoj të ulesh. Shojmë së pari klipin edhe më pas do flasim edhe kemi shumë madje. Ardit Çuni, një personazh energjik me shumë pasione dhe talente. Nga muzika tek sportet e ndryshme e deri tek kërcimi, janë pikërisht këto vende ku ai gjen më së shumti veten. Publiku e ka parë edhe në eksperienca televizive si Big Brother VIP 1 dhe Dancing with the Stars, duke treguar një anë tjetër të personalitetit të tij. O Benjada, hajde Benjada këtu. Ne të dy do flem bashkë. Një artist që jeton jetën me intensitet, që s'ka frikë të provoj dhe të ndjek atë që do. Gjithmonë me një buzëqeshje në fytyrë, por pas saj fshihen shumë sfida dhe vështirësi, cilat janë momentet që kanë shënjuar në jetën e tij. Ardit Çuni hap zemrën sot në Seluan Topi. mirë, ne nuk tham që do të qanim që në fillim, ha? Se jam kurioze, cili që ai momenti që të emocionoj nga klipi? Shumë gjëra, më ka marrë malli për shumë gjëra, ishte shumë i bukur. Domethënë, unë kam dhënë shpirtin në Dancing with the Stars. Edhe besoj ka qenë eksperiencë e jashtëzakonshme. Dhe ka qenë një eksperiencë që sa herë që e shoh dua dhe ta rishoh. Pa diskutim Big Brother i ngelet eksperienca më e madhe që unë kam bërë në aspekt audience, dhe më vjen keq që nuk e çova dot deri aty ku doja unë. Mirë, duhet dihesh mirë që e ke provuar dhe e ke përjetuar atë eksperiencë, si dhe shumë të tjera në jetën tënde, padyshim. Ja ta nisim me fëmijërinë tënde. Ti ke lindur dhe i rritur në Lezhë deri 18 vjeç, mos gabon. Po, kam filluar le të themi të vi në Tiranë që nga mosha le të themi 15-16, që bëja muzikë çdo fundjavë pothuajse në studio, po që kam Mirë, fëmijëria dhe adoleshenca është në Lezhë dhe është qytet vend i rëndësishëm për rritjen tënde. Pa diskutim. Unë kam shumë kujtime të bukura? Kam kujtime shumë të bukura. Madje unë çdo verë që shkoj, pothuajse dal me këmbë vazhdimisht në shëtitore, dalim me mamin, xhiro, pim diçka, ham diçka. Në plazh, besoj. Jo, edhe në Lezhë. E kam shumë qejf ta bëj atë rrugën sepse më kujton shumë gjëra nga fëmijëria dhe unë mendoj që vi nga një brez që jam goxha nostalgjik. Me sa di, ja të kjerë, nuk e di sa je këtu xhanëm, po di që 7 muajsh ti ke përjetuar një moment shumë të vështirë shëndetësor, po ta kanë rrëfyer, se ti s'mban mend gjë. Ma kanë rrëfyer, po njëkohësisht kam edhe një farë reagimi që trupi bën vetë dhe kam filluar punoj me veten, bëj ca seanca dhe terapi, sepse trupi mua automatikisht kur më prek një gjilpër, mua më bjet fik, më bën shutdown. Historia është jam sëmurur si çdo fëmijë tjetër në Qerdhe në atë kohë, sepse normalisht prindrit punonin, ishin detyruar të na çonin në Qerdhe dhe unë smurem shumë rënd, sa që shkon deri në pikën që i thon mamit që të shkosh të bësh shtëpinë gati, sepse praktikisht djali mund të mos jetojë. Djali mund të mos jetojë më.
mami dëgjonte që dëgjonte nga të tjerët që sapo mamaja largohet nga dhoma e fëmijës, fëmia jep shpirt. Pas shumë peripecish, në ato vite, ishin vitet e 97-s, po thujse 96-97 të luftës, shumë e vështirë për të gjetur plazëm. Pra të nevojitej plazma i gjakut. Plazëm gjaku. Trupi më nuk reagonte, nuk merrte as serume, as gjë, të gjitha serumet më bëshin në qafë ose në kokë, dhe si pasojë e kësaj unë sot vuaj këtë pjesën që sapo më prek diçka, trupi ka patur aq shumë trauma i vogël, saqë subkonscienca reagon. Me shumë forcë dhe me shumë kërcënime arritën ato kohë familja xhaxhallare të gjenin plazëm në spital, sepse në atë kohë plazma jepej vetëm njerëzve, le të themi që kishin një farë miqësie apo ishin pak më të kishin njohje ose jepnin para, besoj. Ose jepnin para. Kam përshtypjen më tepër çështje njohjeje, por arritën që të marrin plazmën në momentin që më është injektuar plazma, kam filluar të ndryshoj dhe kam marrë veten. Por që pra ti ke një jetë të dytë, gati. Kështu më thon. Unë po mundohem ta përdor sa më mirë, po të ka bërë të ndihesh i veçantë kjo gjë, apo mbase ke ndier këtë presionin, thonë za presionin e prindërve se kur një fëmijë i vogël kalon një peripeci të tillë ose një moment kaq të vështirë, ka gjithmonë një përkujdesje të vazhdueshme, se mos na smuret, kujdes. E kam gjithmonë këtë, madje tani edhe po të kem temperaturë, gjithmonë mami babi marrin telefon që të rizgjuar, mos fle, sepse e kam shumë të keqe temperaturën. Ti edhe më i vogël i shtëpisë. Unë jam më i vogël. Pas dy vëllezërve, pra ti je i treti më i vogël. Edhe mua ndonjëherë më bezdis kjo pjesa. Sepse për shkak kollitem, je ftohtë, i them po çelësoj se s'ka asgjë normale, Pra ka pasur gjithmonë një përkujdesje të tepruar, nëse mund ta themi. Në aspektin shëndetësor, po. Babi ka punuar me sa di në portin e Shëngjinit për shumë vite, mami mësuese fiskulture. Megjithëse më kanë thënë që mami ka patur gjithmonë ose ka kënduar të paktën në sebebe familjare, ka patur këtë dëshirën. Po, mami madje vjen ka le të themi në gjakun e saj edhe familjar që këndojnë. Mami është kushërir e largët, ato shumë e largët e David Tukiçit, e këngëtarit dhe familjes Tukiçi. Kështu që nga ana e mamit le të themi këndojnë, edhe mami ka pasur qejf të këndojë. Vogël besoj ka kënduar në festivale fëmijësh të tilla gjëra, po edhe sot këndon. Madje e kam menduar që mund në një moment caktuar mund të bëjmë dhe një këngë, një lloj dalje skenike, por kur ti vi momenti. Të ka lidhur më shumë me mamin kjo gjë? Pra, fakti që keni një pasion të përbashkët, që është kënga. Shiko, me mamin ka lidhur më shumë, përveç faktit, po mami ka qenë edhe sportiste, kështu që le të themi e njeh deri diku këtë pjesën e të qenurit publike. Përveç të tjera, mami është mësuese, më ka dhënë mësim dhe pra isha i lidhur vazhdimisht. Dhe me që përmend sportet ti, në fakt, ndërsa rritesh është interesante se ke eksperimentuar me shumë lloj sportesh, volebollin, mos gabojmë, atletikën, karate, po ndërkohë bëj edhe balet. Ke thënë ama që je ndier disi i paragjykuar për stilin tënd të veçantë. Po. Stilin e veshjes, pse? Në ç'kuptim? Shiko, sot është shumë ndryshe. Kur dolën për shembull, mbaj mend 2014 ndolën bluzat pak më të gjata për çuna me xhinse me kambale, këtu si ishte akoma si gjë, sigurisht që ti paragjykohesh. Po si të paragjykonin? Pra të thonin që veshur kështu? Po që veshur kështu, po dukesh, e kupton, dukesh çuditshëm, domethënë kishte nga të gjitha kategorizimet. Por në ditët e sotme kam arritur në atë lloj pike sa që çdo gjë që unë bëj është e imja, e mbroj me kthetra, edhe nuk më bën më përshtypje asnjë nga komentet që mund të dëgjoj, qoftë nga më të mirat, qoftë nga më të këqijat. Kështu që por do kohë. Dhe realisht një ndër këshillat që unë i kam dhënë gjithmonë të rinjve, edhe kur kam qenë nëpër juri festivalesh, edhe nëpër kompeticione, kam thënë gjithmonë bëni atë që, domethënë dëgjoni shumë, por bëni gjithmonë atë që doni ju të bëni, sepse në fund ditës kjo është esenca e qenurit artist. Në qoftë se ti bën gjithmonë çfarë të thonë të tjerët, do jesh një artist pa shtyllë kurrizore, do jesh një artist i cili në fund të ditës mund të ketë sukses, por nuk e ka të tij, mund të ketë dështime, por nuk i ka të tijat, dhe nuk mund të kesh sukses sot pa dështuar. E mbaj mend këngën që këndoje kur ishe i vogël, nuk e di sa vjeç ke qenë. Se mbaj mend në 2007-2008, po. Këndoje në rrugë dhe aty të pikasën për këndoja Hape veten nga Aurela Gaçe. Njëherë ta shohim sa e mbaj mend, ha. Hape vetën ti, shpirtin pa kufi, thelteje, e dashuroj jetën, vinë në këtë botë vetëm. Hape vetën ti, gjeno marrëzi, të dua, të mbaj gjithë jetë në gjithë, në nerët mund të api, perëndin e ke, ëndrat se i le, dhe trokit në det, ja dhe më merë me vete. Një ditë në dashuri, me shkojnë ton të ngri, hape vetën, hape ti.
E mbaj mend sepse sa herë që dal në skenë me Aurelën, madje kur më kanë nxjerr për herë të parë në 2018 dhe pastaj edhe 2-3 herë të tjera, e kemi kënduar gjithmonë dhe kam patur video në madje në Instagram që njerëzit e pëlqenin shumë. Sa interesante, një këngë që mund të shënjojë jetën. Dhe në fakt për t'ia shpjeguar pak publikut, këtë këngë këndonte Arditi i vogël kur dikush e pikas dhe e fton të marrë pjesë në festival dhe në një festival Zërat Magjik, mos gabojmë, ku ti fiton që me pjesëmarrjen e parë çmimin e tretë. Megjithatë di që familja ishte pak skeptike për këtë rrugtimin tënd drejt muzikës. Kush kundërshtonte më shumë? Mami apo babi? Për mua ishte vështirë, ishte shumë e vështirë si fëmijë sepse unë kisha vite që doja të shkoja tek ai festival. Dhe sa herë që vinte rasti për të shkuar, zyshat e muzikës i thonin mamit që çoje djalin etj, po ishte pamundur për të shkuar sepse kishte një tarifë regjistrimi. Tarifë regjistrimi që në atë kohë ishte goxha e madhe, ishte 50.000 lekë të vjetra. Dhe sigurisht prindrit e mi nuk e kishin mundësinë që të ma paguanin dhe unë automatikisht nuk shkoja dot. Dhe kur më takon në rrugë një nga profesorët dhe më thotë që hajde bëj një audicion nesër, unë i them që është e kohë vi sepse nuk është paguajmë dot tarifën. Nuk paguajmë dot, domethënë unë mund vi, po është e kohë. Pra, unë ndjeve keq? Po, kisha bërë paqe me këtë pjesë që s'kishim lekë, se tash e kupton, nuk mund t'i kërkosh prindërve kur ti e shef që nuk ka. Dhe është e trishtë, mendoj që më e trishtë se sa për mua duhet jetë për prindin. E vuan më shumë. Shkoj aty e bëj atë audicionin dhe më thonë që ti do vish patjetër. Dhe vendosin që ma japin pa pagesë këtë gjë. Dhe thonë pa merak se do merremi ne, dhe unë normalisht në qellin e 7 kërceja me të madhe. Dhe mendoj që kjo më ka bërë shumë karakter të fortë, dhe kjo më ka bërë që shpeshherë njerëzit përpara se të bëja le të themi bigun dancing thonin që ose ky është shumë arrogant. Po përtej kësaj arrogancës që njerëzit mund të shihnin në ekran, ishte thjesht një fëmijë që ka vënë ca mure mbrojtëse, sepse i është dashur që ca gjëra dhe ca dyer t'i hapi vet. Dhe mua më vjen shumë keq, një ndër komentet që më vjen më keq kur dëgjoj është fakti kur unë etiketohem si një njeri arrogant dhe e mo kur u bë dhe ky. Nuk e kam të çështja ha mo kur u bë dhe ky. Kjo është shpreha më e poshtër që mund të dëgjosh. Edhe pse e kam menduar gjithmonë, ndjesht që të ndërpres, se e dëgjoj vazhdimisht u bë dhe ky, u bë dhe kjo. Të gjithë mund të bëhen nëse i jep një dorë, nëse i jep një mundësi, nëse i motivon ose i jep mundësinë që të zhvillohen. Nga zero e nisim të gjitha Arditi. Nga zero. Domethënë shpreha më e poshtër. Ajo është që askush nuk e di se çfarë ti po kalon në atë situatë. Personat publik paragjykohen ekstremisht shumë. E di. Pas kësaj eksperience vazhdon natyrisht ti përmend X Factor, për të ardhur më pas në 2012 në Top Fest për herë të parë. Rikthesh 2013 Top Festi i dytë. Ku arrin në finale. Jo, nuk arri fatkeqësisht. Gjysmë finale. Do kisha dashur gjysmë finale, ndjes. Do kisha dashur shumë të shkoja, në ato kohë mendoja që më bëj padrejtësia e madhe. Po ja të kujtojmë një çik ose t'ja kujtojmë pak edhe publikut. Miqve familjar, kisha nuk e kujtoj dot tashmë, po ka qenë ëndër për mua. Ja, shife kpucët me maje, kupton? Pas kësaj eksperience vijuan pjesëmarrje në festivale të ndryshme dhe në 2015 ama pati një zhgënjim. Pati një moment kështu që the, a duhet ta vazhdoj unë muzikën apo jo? Kam patur disa momente. 2015 është një ndër ato, le të themi. Unë pata një bashkëpunim shumë suksesshëm me fituesin e Eurovizionit në Suedi. Bërëm këngën e parë, kënga eci shumë mirë atje, pastaj këngën e dytë, shkojmë në Këngë Magjike në festival. Nuk dalë në finale, por ndërkohë supozoj që duhet dilja në finale sepse vija me një këngë shumë të mirë, këndova për herë të parë live. Dhe nuk ishte e thjesht. Nuk ishte e thjesht në atë kohë të bëje këngë nga 3.000 euro, 5.000 euro, të dilje të bëje performanca skenike, të paguaje balerinë etj, për një njeri që as nuk punonte, po që punonte gjëra shumë të vogla dhe nuk kishte mbështetje nga familja. Ku i gjete parat? I more borxh? Jo, nuk i mora borxh. Këndoja, çfarë bëja? Bëja për shembull një këngë, bëja një vi melodike ose një gjë
dhe ose i jepja në 100% të drejtave. Për shembull, ajo këngë që unë kam bërë 2015-ën, unë nuk kam asnjë të drejtë fitimi. Po diskutohet që unë nuk merra dot këngë tek studiot më të mira dhe si pasojë vuaja dhe pjesëmarrjet në festivale. Dhe zhgënjehesha. Në 2016-ën pastaj filloi pak mori veten kur bëra këngën me Vesën. Kur bëra këngën me Vesën. Jena na po. Dhe nuk sigurisht e kisha shumë qef, ishte një këngë ritmike, bëra një klip të lirë, me sa kisha mundësi. Çuditërisht në Top Awards, në Top Channel kënga del në vend të parë. Futet javën e parë, diku nuk e di në çfarë vendi, pastaj kalon në vendin e 6 dhe pastaj shoh një ditë hap mëngjes vend të parë. Thash një sekond. Prit se unë vlej. Në vend të parë e pabesueshme. Unë dhe Vesa kemi qenë artistët që kemi thyer rekorde në Top Awards, kemi qëndruar më së gjati në vend të parë për javë të tëra. Mos e ke fjalën për top list. Për top listën. Në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio. Okej. Dhe filluan çik sikur ndryshuan gjërat. Momenti i vështirë ekonomikisht gjithashtu, po mbase edhe shpirtërisht edhe emocionalisht, ka qenë edhe periudha pandemisë për ty. Shumë. Pas universitetit mua më duhej të filloja të bëja këngë dhe le themi punoja tek tuk te andej, punoja në për call center, mblidhja ndonjë lek që të bëja në një këngë. Dhe përveç se mendërisht u bë shumë e vështirë si periudhë, pa çka unë e kalova në Lezhë dhe e kalova shumë bukur, po ana tjetër s'kisha asnjë lek. Ja thoje prindërve këtë? I kërkoje dot ndihmë? Shiko, unë jam natyrë që unë nuk flas kurrë me prindërit nëse s'kam lek. Unë flas nëse kam lek. Por nëse s'kam lek, ato nuk do e din kurrë. Shiko, unë mendoj që kam ardhur në këtë jetë, vazhdoj të punoj për t'i bërë krenar ato. Nuk kam ardhur në këtë jetë për t'i shtuar hallet. As kur ndihesh keq shpirtërisht nuk flet mbase me mamin me që me atë ke lidhjen më të fortë? Jo, nuk para flas. Jo, jam natyrë që nuk flas. Po ama e ke ndjerë të nevojshme të hapesh me ta? Patjetër. Ka momente që unë them sikur ta kisha një moment që të hidhem thjesht vetëm çaj dhe të përqafohem. Më kupton? Pastaj them jo. Pse? Sepse kanë vuajtur mjaftueshëm. Kam qenë një fëmijë që më është dashur le të themi të rritem tek dhoma ime, më është dashur që të shoh gjëra. Po mbase duke ndrydhur disa emocione? Patjetër, duke ndrydhur emocione dhe duke ndërtuar këto mure që unë sot e kësaj dite nuk i heq dot, nuk mundem, është shumë e vështirë. A ishte një moment që doje të qaje te dikush kur mami u sëmur, kur pati atë momentin që duhej të operoj edhe? Patjetër, unë mbaj mend përveç këtyre të fundit, unë mbaj mend edhe të parën fare kur mami operohet nga apendiciti dhe pastaj probleme me vezoret, që ishte një operacion i vështirë dhe në kohën e rikuperimit, unë isha në klasë të parë. E di çfarë kanë mamat, me që po flisnin për mamin? Mamat nuk i harrojnë kurrë, që nga momenti që të sjell në jetë, madje që kur mbetet shtatzën edhe ti fillon lëviz aty brenda barkut, e derisa ajo të ketë jetë, nuk i harron kurrë ato momentet e jetës së fëmijëve të saj. Do ta dëgjosh se si e kujton mami këtë momentin e ardhes tënde në jetë? Dhe jo vetëm. Ardit ti ke ardhur në jetë pas shumë vështirësive, 9 muaj spitaleve. Çdo ditë qëndronim me frikën se një ditë do të humbisnim, por ja që të gjithë së bashku ja dolëm. Dhe më 30 dhjetor 1995 erdhe ti në jetë. Gëzimi ishte kaq i madh. Ti dhe dritë dhe shkëlqim familjes tonë. Por vetëm pas gati 8 muaj, gjërat ndryshuan edhe historia u përsërit. Ti sëmuresh rënde dhe nga një fëmijë lozonjar nuk po reagoje më. Mjekët nuk na dhanë asnjë shpresë. Qëndronim me frikën se zemra jote e vogël një ditë do të pushonte së rrauri. Për 14 ditë rresht unë dhe babi s'kemi lëvizur një moment nga ti. Por Zoti ja që bën gjithmonë mrekulli. Dhe të pamundurën e bën të mundur. Ti jetove edhe na gëzove shumë. Vitet kaluan shpejt me ato ulje ngritje dhe vështirësitë e jetës, por ti ja dole që të bësh ky djali që je sot, një artist i vërtet. Ti je djali i surprizave dhe që di të falësh vetëm dashuri. Çdo hap i yti është një bekim për ne. Çdo buzëqeshje jotja na jep forcë për të përballuar tashmë sfidat tona të jetës. Shpirti yt i pastër, sytë tu plot ëndra edhe zemra jote e madhe janë e gjithë pasuria jonë. Ne si prindër jemi shumë krenar për arritjet edhe sukseset e tua. Mes shumë vështirësive, ti ke arritur të mos ndalesh dhe të arrish atë çfarë ti ke dëshiruar.
Vazhdo gjithmonë përpara birë se vetëm gjëra të bukura të presin. Të duam pafund me shumë dashuri, mami edhe babi. Shiko, sigurisht që kur vjen puna tek prindrit je gjithmonë pa fjalë, janë fjalë që nuk i dëgjon shpesh. Ta thash, ne jemi rritur në një familje shumë të mbledhur, pa diskutim, po nga njëra anë edhe le të themi me mentalitet goxha verior që nuk i themi njëri tjetrit sa duhemi, po nuk shpreh dashuria. Por mundohemi e bëjmë me veprime, të gjithë, e bëjmë me veprime. Dhe unë jam natyrë që mundohem shumë t'ja u bëj prindërve, vëllezërve, fëmijët mesës gjithëve, dhe jo vetëm, edhe shoqërisë. Dhe kur ti dëgjon që ke bërë krenar prindrit, pa diskutim që është një arritje që bendoj çdo kush do ta donte në jetë. Po më shumë se sa nga mami, me cilën ti ke një raport shumë të ngushtë. Kam përshtypjen që të ka munguar më shumë nga babi. Ti vetë the që është një natyrë pak më autoritare, marrëdhënia me të ka qenë pak sa më e ftohtë mbase, pak më e komplikuar. Di që babi nuk ka ardhur në asnjë koncert ose festival ku ti ke marrë pjesë. Të lëndon kjo gjë? Jo, nuk më lëndon. Babi nuk para vjen sepse babi emocionohet, pa çka që bën si burri fort shumë, por emocionohet kur më shef në ekran, normalisht, dhe e kam parë disa herë të përlotur nga performancat, nga arritjet, nga gjërat. Në fund të ditës, ne si fëmijë nuk ndryshojmë dot prindrit tanë. Është e pamundur të ndryshojmë për mënyrën se si ato janë. Ajo që kemi në dorë të bëjmë është mundohemi për aq sa i kemi, sepse jetës nuk i dihet asnjëherë, t'i bëjmë të lumtur, edhe të paktën mos t'i sjellim probleme, mos t'i sjellim halle. Më pëlqen që i kaq i përgjegjshëm në rolin e fëmijës. Po ndonjëherë edhe prindrit pa dashje na lëndojnë. Po të ka munguar kjo gjë nga babi? Patjetër. Pa diskutim. Kush është ai fëmijë që nuk i mungon, le të themi, afeksioni. Ndoshta e përcjell edhe unë të njëjtën gjë, domethënë sepse shpesh ma thon shoqëria e ngushtë etj që se ti, le të themi, nuk na thua kur të dua ose nuk na përqafon, nuk na puth siç bëjnë rob normal dhe reflektohet, gjëja reflektohet. Prandaj them, është e rëndësishme të dimë se si sillemi me fëmijët, sepse pa dashje krijojmë këto mure, pa dashje krijojmë ca trauma fëmijërie, cilat është e vështirë sot e kësaj dite që ta marrësh vetëm. Ka një të tillë, ka një traumë fëmijërie që të ka shënjuar? Patjetër që ka. Unë mendoj që çdo familje shqiptare ka. Do doje ta ndaj me ne? Jo, shiko, janë gjëra që nuk i kam ndarë, nuk do i ndaj kurr, por thash, ajo që do doja të thoja është kushdo po më ndjek, prind, fëmijë, shumë e rëndësishme që në ditët e sotme të jemi të përgjithshëm se si rrisim fëmijët dhe se si ndërtojmë brezin e ri. Dhe arsyeja pse nuk do doja ta ndaja është sepse shiko, unë nuk e kam imazhi im publik ka qenë gjithmonë kështu. Nuk kam dashur kurrë të shes klikime me gjëra personale. Ky kam qenë gjithmonë. Unë nuk i kam nxjerr dot kurrë gjërat e familjes time dhe nuk do i nxjerr dot kurrë, sepse jam ky që jam dhe do doja ta mbaja këtë gjë deri në fund të karrierës time. Nuk më mbetet gjë tjetër veç se ta respektoj këtë. Do bëjmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi më pas me Arditën. Cila ishte ndjesia kur mësove që të kishte tradhtuar? Është gjëja më të mëshme që mund të shohi apo të dëgjoj apo të marrë vesh dikush. Ja të kemi rikthyer, vazhdojmë të jemi me Ardit Çunin në këtë pjesë të dytë. Të ngacmova pak kur hyre në studio, sepse viti që kaloi ishte shumë interesant, po të shohësh Instagramin tënd nga një shtet në tjetrin, nuk e di sa vende ke vizituar ose më kujto pak? Kam shkuar Angli, në domethënë isha në Angli, Skoci, që janë e njëjta, Mbretëria e Bashkuar, Amerikë, kam vizituar disa shtete, sepse duke qenë që
tashmë kam dhe letrat amerikane, kështu që shkoj vazhdimisht. I bëra udhëtimet se kisha nevojë realisht të pushoja dhe të kuptoja ore çfarë duhet bëj unë me këtë karrierën time, se ngela duke nxjerr nga një këngë në vit, 2 këngë në vit dhe sikur po funksionon, domethënë unë doja që të reflektoja çfarë nuk po bëj mirë dhe mendoj që fakti që s'kisha prodhuar shumë këngë ishte një nga gabimet që po e rikuperoj gjatë këtij viti. Që s'kishe prodhuar mjaftueshëm këngë. Jo. Kishe nevojë për një le të themi pauzë reflektimi? Pas festivalit të RTS-s, që psova një farë zhgënjimi. Pse? Nëse mund të pyes? Sepse në çdo portal të mundshëm, në çdo edhe në Votën International isha në treshen treshen më të mirë të festivalit aso kohe, unë Elvana Gjata Shkodra Elektronike. Sigurisht jam shumë dakord me fituesin në Shkodrën, pa shumë Elvanën, pa diskutim, duke qenë që kisha qenë aty vazhdimisht dhe votat u ndryshuan dhe formula e votimit ishte bërë sipas shefit të producentëve të asaj kohe. Dhe për këtë arsye pata një farë zhgënjimi, me thënë drejtën. Pra nuk të dhënë hakun, le të themi. Nuk mora atë që meritoja mendoj që jo, në festival. fakti një vend të tretë e meritoja në atë festival, nuk mu dha. Mos gabojmë ishte viti që drejtoi nga Elhajda, pra Elhajda tani. Ishte viti që drejtoi nga Elhajda që me cilën ke qenë në Dancing with the Stars gjithashtu. Po ashtu vinim nga një miqësi shumë e mirë, pa diskutim. Nuk e shpreh këtë shqetësim me Elhajdën, nëse mund. Shiko, unë e vlerësoj shumë punën e Elhajdës që ka bërë për atë festival dhe veçanërisht që ka bërë dhe me mua në mënyrë personale, sepse pa diskutim ka qenë një ndër mbështetjet e mia më të mëdhaja. Le të themi, a e bëri si burra deri në fund për ta çuar këtë pansi, le të themi deri në fund, nuk mendoj që e bëri, mendoj që a ishte Elhajda apo ishte drejtoresha asaj kohe, Aurora Polo, të përfshirë në këtë gjë dhe unë s'kam folur kurrë për këtë festival, është hera e parë që po e them. Thjesht mora përgjigjen që kisha dashur të merrja. Pra mora atë që unë realisht kisha qenë në atë pozicion votimi, pastaj gjërat u ndryshuan rrugës, siç Jo, të pyeta pak më parë për këtë punën e zhgënjimeve, sepse duke ju referuar dhe këtij viti që patë këtë nevojën për të bërë një lloj pauze, për të reflektuar, se ti thua shpesh që njerëzit më shohin të buzëqeshur, plot energji, por ka pasur net kur kam qenë i shkatruar emocionalisht edhe kam qarë derisa më ka zënë gjumi. Patjetër, jo pak, po shumë net ndoshta. Shiko, jetojmë në një botë shumë të vështirë. Historitë personale po ashtu luajnë shumë rol. Unë jam një njeri që e kam të vështirë të dua, por kur vendos të dua fort. Dhe dashuron me shpirt. Dhe pikërisht për atyre mureve që përmenda më parë, kur unë i hap ato muret, jam shumë sensitiv, jam shumë i ndjeshëm, jam shumë i prekshëm, jam shumë i thjesht për të vrarë. Jam shumë i thjesht për të vrarë emocionalisht. Kjo është pika ime dobët që se kam thënë, po njerëzit që më njohin e dinë. Lidhet kjo me atë çka ti ose cekëm paksa në fillim të intervistës me thyrjen e zemrës, referuar dhe këngës bashkëpunimit fundit që ke sjellë me Samantha Karavell. Pa diskutim që lidhet. Projekti me Samantha është një ndër këngët më për zemër që unë kam, një nga projektet më të veçanta artistike që unë kam bërë. Por është një këngë që flet për tradhtin, apo jo? Është një këngë që flet për tradhtin, është një këngë që flet për dashurinë pas tradhtisë, është një këngë që flet që pa çfarë më ke bërë, unë prap të dua. Unë ende të dua. Dhe është shumë interesante se si çdo gjë në këtë jetë kontrollojmë përveç zemrës. Pa diskutim që në këngën me Samantën është reflektuar, bindshëm, edhe në videoklip është reflektuar. Është dikush që ti ende do, por që të ka tradhtuar. Patjetër, ndjenjat për njerëz që ti do për shumë kohë. Ja, mos më fol në mënyrë të përgjithshme, nëse mundesh. Se the që është reflektimi i jetës time personale. Nëse mundesh. Shiko, pa diskutim, është diçka personale, është një thyrje zemre që ka lënë gjurmë. Kalon shumë gjurmë, nuk e di sa e thjesht do jetë që ta kaloj. Ta kalosh në kuptimin që të mos e duash më, apo që të ja ke falur këtë tradhti? Që të mos e dua më. Që të mos e duash më. Pra ti ende do këtë vajzën. Po. Ja ke falur tradhtin? Unë e kam falur në datën 31 dhjetor, kam qenë duke kënduar në Shesh, në Tiranë, dhe përpara se dilja në sken, sepse unë bëja countdownin, në 23:59 në 00:00 kam dërguar një mesazh që kam thënë unë është gjëja më e vështirë që kam hasur në jetë, por unë dua që këtë vit ta nis
Pamërira. Pamërira. Pra të kam falur, i Do them një të kam first start falur. të kam falur. Nuk kam harruar dhe nuk do e harroj kurrë. Nuk mund të rekuperoj kjo marrëdhënie? Pra, përdesa ti thua unë e fala. Pra të riktheheshit bashkë ti thua që ende do. Se po bëj si kupit tani. Nuk e di. Nuk e di. Nuk e di sa e thjesht do ishte për t'u rikthyer. Po nëse të shkruan pasi të shoh këtë intervistë? Nuk e besoj që do kem reagim. Do doja shumë ta ktheja kohën pas, është një ndër gjërat që ndoshta dua, lutem çdo natë që ta kthej mbrapsht. Kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Por jo të kthej, ndoshta jo të kthej personin, po të kthej kohën, të kthej gjën. Ka qenë një histori e fuqishme dashurie, e fortë, e rëndësishme? Ka qenë, pa diskutim. Ka qenë shumë prezente në jetën time dhe nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, por thash, unë jam një njeri fort, një njeri që i kaloj gjërat. E mira është që kam shkruar shumë tekste, sepse shfrytëzoj çdo ndjesi që po më vjen për momentin. Qoftë edhe një mesazh që do doja t'i shkruaja, e shfrytëzoj për ta shkruar në telefon për të bërë tekst. Cila ishte ndjesia kur mësove që të kishte tradhtuar? U ndjeve i zhgënjyer? Kjo është është gjëja më të mëshme që mund të shohi apo të dëgjoj apo të marrë vesh dikush që do. Është nuk ka gjë më të tmerrshme. Por prap thash u mundova ta kaloja. Po kur thyet besimi është shumë e vështirë për ta rindërtuar. Tani jam i qetë, pa diskutim, ka kaluar kohë. Por se di. Është e vështirë. A di pse është e vështirë? Sepse unë nuk flas për jetën private dhe nuk i vetmi moment që ju do merrni vesh për jetën time private do jetë kur të martohem. Ose kur të bëhem me fëmijë, një nga të dyja. Është diçka që i mendon, pra janë gjëra që i mendon, i dëshiron? Patjetër, nuk ka ardhur momenti. Kam pasur një moment kur kam qenë nga 23 vjeç, që më erdhi kështu si, e ke parasysh atë baby fever? Si the, dua të martohem e të bëhem baba? Jo, nuk doja të martohesh, kisha qef të kisha fëmijë. Isha kështu, nuk e di ç'a më tha truri. Ke qenë shumë i ri. Po tani mbasi është moshë shumë e mirë. Për ta menduar. Jo, nuk është moshë e mirë. Nuk është moshë e mirë, unë mendoj që nuk jam akoma gati, akoma s'jam rritur plotësisht vetë që të rris një fëmijë. Ndoshta kur të jemi nga 35, 38, andaj mund ta mendoj më seriozisht. Se si në fakt tani që po e mendoj, ora Arditi është martuar një herë. Se ky thotë do e merrni vesh kur të martohen, po. Kam bërë goxha dasëm, jemi dasma më e klikuar. Po nusen si e ke apo jeni ndar me sa di? Jemi ndar. E pra. Jo, sigurisht kur tani që shihemi, kemi patur një periudhë që nuk flisnim. Një periudhë me Benjadën. Po, ishte një periudhë pauze. Kur Benjada doli nga Big Brotheri, me thënë drejtën më duk pak si një person tjetër, edhe thash një sekondë se kjo s'ka personin që unë kisha njohur. Kështu që por realisht është Benjada një person tjetër nga ajo që ti kishe njohur në Big Brother? Unë mendoj që po. Tani, jo gjithmonë për të keq. Por mendoj që po. Do thoja që është shumë e kalkuluar nga që kemi parë në Big Brother. Por sigurisht që për mua ngelet një eksperiencë shumë e bukur, pa diskutim, kam shumë respekt. E ndjekim njëri tjetrin dhe kurdo që shifemi në evente, flasim, pa diskutim. Ne gjithë flasim, i gjithë Big Brother jonë flasim me njëri tjetrin. Po, dhe me sa di, ti vazhdon në ruan miqësinë me atë grupin tuaj. Ky është grupi jonë legjendar. Monikën, Shelën, Ariolën, Palomën, edhe Fifin. Ja ke falur Fifit atë nominimin që të nxori nga shtëpia? Ky diskutimi është bërë madje edhe para një muaji kur ishte Fifi në festival, i thash Fifit më vërtet ma trego, e kam shumë sinqerisht, ma trego çfarë ndodhi. Se me thënë drejtën loja ime në ato momente ishte goxha rikthimi im në shtëpi me biletën e kthimit i ndryshoi shumë gjërat, sepse unë e dija që kisha biletën e kthimit, se e kisha hapur. E hape rrugës, nuk durove dot? Jo, e kam hapur ditën kur e kam zgjedhur në banjo. Por kamerat nuk e kanë pas, sepse unë e dija ku ishin kamerat dhe e hapa dhe e mbylla sërish. Dhe ti e dije që në çdo moment që të ndodhte dalja jote, e kishe të sigurt të rikthimin. Në total besoj ishte një eksperiencë që të dha shumë. Patjetër, unë jam shumë mirënjohës, pas një diskutim çdo sekondi që unë kam patur në ekranin Top Channel. Kjo është e padiskutueshme. Edhe në qoftë se unë jam një njeri që kam patur mirënjohje gjithmonë për çdo njeri që më ka hapur dyert. Unë jam shumë mirënjohës çdo sekondi që kam marrë në atë format dhe më pas ftesës për në Dancing with the Stars, pa diskutim punës time të madhe që ti më jep një dorë dhe unë të jap një dorë.
Ama një gjë është shumë e sigurt që unë epokën time në Top Channel e kam shijuar në maksimum. Ka qenë dhe prandaj thash që domethënë si mos ta shijosh kur ti je në një spektakël të kësaj natyre, kur ndihesh me vërtet një yll. Për mua kjo gjëja ka për të ngel gjithmonë dhe do jem gjithmonë falendërues për këtë pjesë. A do doja të ribëja prap? Bigun po? Do doja të rihyje në Big Brother? Bigun do doja ta ribëja, po, sepse tani e di unë si e bëj Bigun. Si është të bëjmë dhe njërë nuse se di unë si nusëroj, jo? Bigun patjetër, po dancing jo. Dancing nuk e bëj dot më. Shiko, folëm pak për fëmijët, pak më përpara dhe the natyrisht ka kone veç çdo gjë nuk ndihem gati. E megjithatë, di që janë 2 fëmijë që ti do shumë. Njërës madje ke vënë emrin Mbesës apo jo? Si quhet Mbesa? Mbesa quhet Kataleja. Kataleja, sa emër i bukur. Ja kam vënë nga filmi La Colombiana, e kam parë shumë vite më përpara dhe më ngeli si emër dhe thash, okay, isha kështu nuk pyet as vllajin, as nusën e vllajit dhe thash unë emrin asaj. Mërzitën ata? Se tisha unë si e vllai, do isha mërzit me thënë drejtën. Po tani, një sekond, pse do mërzitesh ti kur unë t'i bëj gjithë mirat për shembull? Se bëj shaka. Kataleja, sa e bukur Kataleja. Bëj shaka. Si quhet? Matia. Matia është i vogël, është 4 vjeç. Matia është i vogël, po. Sa Kataleja 9. Matian madje e kam lënë 2 muaj kur kam hyrë në Big Brother dhe kur dola ishte bërë një njeri tjetër që sa ishte 1 muaj e gjysmë kohë, po fëmijët ndryshojnë. Sa kurioze jam se si je si xhaxhi ti? E di si jam, për shembull unë po të shikoj. Shiko Arditi, të lutem shumë se ke folur kaq shumë ka 2 orë që na mërziti, jo. Sa të poshtër! Po jeni shumë të poshtër. Se unë i kisha për dark para një nate. Po si jeni? Mirë. U mërzitet aty mbrapa? U mërzitet, keni shumë aty mbrapa? Jo. Okej. Se s'më treguat, jo? Po nuk quhet surprizë mo xhaxhi tani. Do më thuash një çik. Kjo mirë, po ky se ky edhe mund të flasi normalisht. Si muaj. Hajde. Kataleja, shiko, më thuaj një çik. Si është xhaxhi? I mirë. Është i mirë? Po pse ç'a bën ndonjë gjë të mirë ky xhaxhi jot? Ju nxjerr kështu për shkakun për shëtitje, për të ngrënë ndonjë akullore. Ju nxjerr, ë? Ti pyet çfarë i gatuaj që ka qef. Njëherë çfarë ju gatuan xhaxhi? Ç'quhet? Tiramisu? I bën tiramisu? Vdes. Vërtet? Mund të haj gjysmën e tepsisë pa lëvizur dhe pyetja që bën se zakonisht vjen fundjavë me mamin, më thot, do na bësh tiramisu sot. E bën të mirë, ë? Po pse s'më sollet një çik edhe mua? Ta kisha provuar dhe unë një çik. Po mirë, ty të pëlqen që xhaxhi është i famshëm kështu, e ndalojnë për shkak kur dilni ju të tre për shkak ose me babin dhe me mamin dhe me xhaxhin, e ndalojnë në rrugë ose bëjnë foto. Të pëlqen ty që është xhaxhi i famshëm? Po. Të pëlqen, ë? Po në Big Brother e mbajnë mend ti ke qenë pak më e vogël, se u bën 3 vjet, ë? Më shikonte mbaj mend që më shikonte nga televizori dhe në fillim çante sepse nuk e kuptoi, më fliste dhe nuk merrte përgjigje dhe nuk e kuptonte që është ekrani. Shiko, jam shumë e lumtur që erdhe. Shpresoj të ketë qenë një emocion i bukur për ty. Shiko, realisht daljet e mia janë shumë të pakta dhe ti e di. Cilësore ka rëndësi. Sa do thoja, por mbi të gjitha kur bëhet fjalë për plan kaq njerëzor, do kisha dashur ta bëja shumë më përpara, me thënë drejtën, po siç thash çdo gjë ndodh në momentin e duhur dhe jam shumë i lumtur që i ndava realisht këto emocione me ty. Do doja që njerëzit të kenë marrë të paktën ca mesazhe sot nga kjo dalja ime. Jam e sigurt që po. Faleminderit, një super duar trokitje për Ardit Çumi, Katalejan edhe Matian madje. Forca, hajdeni. Hajdeni se duhet të shkojmë në publicitet. Arditi dua një premtim publik. Kur Samantha Caravella të vimë në fund nëse luan topi, të vini ta këndoni të dy këngën, si thua? Patjetër. Po do e bësh çadi dhe atë. Po tani. Do thuash pak publicitet, se duhet ikim në publicitet. Thuaj pak publicitet. Aty te kamera, thuaj publicitet. Publicitet. Unë asnjëherë nuk i kam kthyer përgjigje letrave të saj, dhe ajo asnjëherë nuk ka marrë një konfirmim që unë i kam lexuar ato. Çfarë shkruajnë ato letra?